Agustin Kola sot në Shkodër në ceremoninë e 60 vjetorit të Isës Zmiani. Kujtimet bukura? Herë u bof 200, e qa ka për zemër e njeri. Kam ca emocione se kur vi këtu është djepi futbollit shqiptar. Unë jam, ju e dini, jam dhe një Shkodër. Si nga baba, si nga nana, nga Gora Kuqt. Gjyshim Agustin Cini ka kriju atletikën. Nana ime ka lujt dikur volejboll me Vllaznin. Edhe shënësi e madhe të lushëm këtë vend. Në gjatë të gjithë ju mbajnë mend si Agustin Kola i Tiranës. Ju ka mbetur peng që të patë një herë të vetme nuk i keni veshur fanellën e Vllaznisë? Do ta vesh pastaj, për e të parë. E shënësi të thashë 10 vishtu, e kam emocione, mos ma merrni për... Si ishin atë ndeshje në të kohë, Agustin? E kam thonë dhe e them, që sot, po të kapeshin përgjithësi, ju e mani men. Kooperativat, ndërmarrjet, bëshin njërë gjysë të vitë në ditë, la. Si bërë Superliga sot. Kurse ne bëshim nga 2 herë në ditë, fleshim klub, fati unë i mirë, e kam thonë, nuk e kam dashat sistemat se du, me di bushat e do ndës një kapës, apo një profesionista. Kam lyt 20 vjetë sport, me vlezër, nuk i njëf mirë, me më pytë për shokët, për Izmianin, për Agamin, për gjithë, për Benin, në shkret, për gjithë to, i njëf më mirë se jena rritë edhe kena ngër bukë. Ka qenë të mos sport. Ose çfarë është Ysa Zmiani për futbollin shqiptar? Si e mani mend? Ysa, do të futet nga letarët e mirë të futbollit shqiptar. Yte elita, më falë. Se sot dim fjalën legjenda, këto këtë dim Frade Volë, se që dim, për yte elita e futbollit. Ju e dini sa ka dhënë për kombëtarën, për shpresat, për Vllaznin. Me qa matet sportisti? Me trofe matet. Se arrejt ti dibre në malë, ku lushim në atërë, që unë janë rrita, unë kam arrit i latë qeqën, din zhegën, me Shkëndin. Ti dibre thote, ku morëm net kupa kampionatë, qa futbolist jo mund, tha, kur nuk ka morë një trofe, se me trofe matet futbolli. Faleminderit. Jo, qa faleminderit juve.